Një aksident ka ndodhur në lagjen 30 vjetori në qytetin e Beratit. Një automjet që ishte duke qarkulluar me shpejtësi ka goditur një 37 vjeçare, e cila po kalonte në vijat e bardha dhe është larguar nga vendngjarja. 37 vjeçaria është transportuar drejt Spitalit Rajonal të Beratit, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve, ndërkohë që policia është vënë në kërkim të autorit të aksidentit. Burimet policore konfirmojnë se po kontrollohen kamerat e sigurisë në vendin e aksidentit me qëllim identifikimin e mjetit dhe të autorit. Njoftimi i policisë, rreth orës 18:45 në rrugën Antipatrea në lagjen 30 vjetori, një automjet i pa identifikuar ka përplasur këmbësoren shtetasen ED 37 vjeçe, banuese në Berat. 37 vjeçaria ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për identifikimin e automjetit dhe drejtuesit të tij, kapjen dhe vënien në pranga të autorit të aksidentit, si dhe për përcaktimin e rrethanave dhe shkakut të aksidentit.